Cili është motivi për të cilin janë shkarkuar Sara Goxha dhe Albando Kurshi? Arimi ata kuptojmë nga shkresat? Shiko, në 153 kodit punës flet për veprimin e marrëdhënieve financiare në mënyrë të njëjtshme dhe në mënyrë të njëhershme. Çfarë kanë bërë këta dy njerëz? Pra, njëri është larguar nga shërbimi civil, tjetra është shkarkuar nga detyra. Si avokat të dy urdhrat janë kundërshtim me ligjin. Dhe unë besoj që gjykata administrative do i hedh poshtë që të dyja, sepse nuk ka bazë ligjore dhe nuk ka kodi punës, ka fatet e veta, kohën që paralajmërohet, paralajmërim nga puna, tjera, pra mos të hyjmë në terminologjisë. Kaq të menjëhershme thua. Besoj janë kundërshtim me administrative dhe me ligjet në fuqi këto dy urdhra. Pasi nuk është bërë interpretim i saktë dhe motivi i lirimit nga puna pse? Sepse në momentin që ti e liron nga puna tjetrin, pra ti avokat, në momentin që lexon një letër të tillë, kupton pse e ka hequr dikë nga puna? Po pra, në këtë moment, ja të po them, në momentin që unë shoh një shkresë, më vjen një qytetari Albando Kurshi dhe të më thotë avokat mua me këtë, çfarë bëhet? Pra kjo është direkt për gjykatën administrative dhe ajo tjetra, të dyja. Dhe mendoj që të dy qytetarët ndoshta mund të drejtohen në gjykatën administrative për a diskutim se cili është i lirë domethënë që ta ndjekë çështjen, por në këtë moment ku jemi. Në moment që del ky urdhër, duhet të ketë bazën ligjore të saktë dhe interpretimin. Pse lirohet Albando Kurshi nga puna? Apo Sara Goxha? Ose Sara Goxha nga pozicioni nënkryetares. Pra, pa motivacion, nuk ka motivacion fare. Lexon motivacion? E vetme që mungon është saktë që thoni motivacioni, por që nuk mund të shkruaj sepse duhet të shkruaj për arsye të shpalljes armiq. E tani Nardi të lutem. Po gjithsesi shikon Nardi, edhe sikur ky të jetë leximi politik. Ligjërisht një shkres duhet të ketë motivacione. Anuel Aristani duhet urgjent që të shkarkoj atë jurist ose atë zyrës juridike që pripilojnë këto shkresa që ditën e martë. Me lista shkarkimeve në bashki duhet të sepse këto shkresa e nxin Bashkinë e Tiranës.